Muaji tetor në Lezhë është pagëzuar këtë vit si tetori fishtian, në nder të 154 vjetorit të lindjes së A. Gjergj Fishtës, një prej figurave më të rëndësishme të letërsisë dhe kulturës shqiptare. Në kuadër të këtij përvjetori është parashikuar një kalendar i pasur veprimtarisht letrare, kulturore dhe artistike, të cilat kanë nisur me ekspozitën letrare dhe vizuale të hapur në Galerinë e Arteve në Lezhë, ku paraqiten vargje, thënie dhe fragmente nga poezitë, prozat dhe satirat e Fishtës, duke sjellë më afër publikun me trashëgiminë e tij letrare. Kemi nisur me datën me një ekspozitë që është hapur në Galerinë e Arteve, në Pallatin e Kulturës, po ashtu në ekspozitë libra veprat kryesore të Fishtës edhe disa botime të vjetra madje origjinale të Fishtës, siç është edhe rasti i Lahutës Malësisë, botimi i parë, të cilët po ekspozojmë një ekspozitë të veçantë në hollin e bibliotekës publike Gjergj Fishta. Njëkohësisht gjatë këtij muaji kemi edhe një program shumë të gjeshëm me promovim e librash, kryesisht autorë që referohen Fishtës, por autorë që kanë botime të tjera që lidhen me zhanre të ndryshme letërsisë. Dhe do të kulmojmë me datën 22 në vigjilje të ditëlindjes së Fishtës, do të zhvillohet aktiviteti i përbashkët me klubin e letrave do të zgjetë, ndërsa aktiviteti do të kulmojmë me datën 23, kur është edhe përvjetori i Fishtës, përvjetori i lindjes së Fishtës, ku do të shpërndahet edhe çmimet për veprat të cilat kanë marrë pjesë. Vetëm të llogarisim në këtë konkurs, pra, kushtuar ditëlindjes së Fishtës, deri më tani i kanë marrë pjesë 66 autorë, çfarë s'ka ndodhur asnjëherë më parë. Muaji do të mbyllet me java e fundit, do të jetë një aktivitet shumë intensiv, do të zhvillohet vendlindja e Fishtës, kur do të përfshihen të gjithë aktorët dhe faktorët e rëndësishëm të vendlindjes së fshatit të Fishtës. Gazetari dhe shkrimtari shqiptaro-amerikan Zef Porgega e cilëson këtë nisëm si një mënyrë domethënëse për të mbajtur gjallë emrin dhe veprën e Fishtës, që vlerësohet jo vetëm në Shqipëri, por edhe në diasporë. Fishta është një figurë e lartë e cila është përkujtuar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me veprimtari të jashtëzakonshme ndër vite dhe me sesione shkencore gjatë sidomos gjatë regjimit komunist, por edhe gjatë periudhës së post-komunizmit. Unë kam hulumtuar për veprimtarinë e Gjergj Fishtës në Amerikë dhe kam paraqit librin. Kam botuar një libër që i kushtohet kësaj figure pra Gjergj Fishtës. Ne mund t'ja njohim Fishtës lidhen e marrëdhënieve diplomatike në vitin 1922 midis Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fishta është i lartësuar, domethënë është një diell Fishta. Fishta është një diell i kombit shqiptar dhe ne mund të jemi disa rreze që promovojmë veprën e tij. Pjesë e tetorit fishtian do të jetë edhe konkursi mbarkombëtar çmimet A. Gjergj Fishta, ku rreth 60 autorë nga e gjithë Shqipëria do të konkurrojnë me vepra të ndryshme letrare.